Do t'jem në komunikim të drejt për drejt në këto momente me zotin Nard Ndoka, kryetari i Partisë Demokristiane dhe në të njëjtën kohë ish zëvendës ministër i Brendshëm. Zotin Ndoka, të përshëndes, faleminderit që je në këtë komunikim të drejt për drejt. Faleminderit, përshëndetje. Zotin Ndoka, do ta nisim patjetër bisedën tonë së bashku duke komentuar ngjarjen e rëndë të vrasjes në detyrë të një gjyqtari, një personi të drejtësisë shqiptare. Do të flasim për gjyqtarin e ndjerteshëm Astrid Kalaja, i cili u vra në detyrë nga shtetësi Elvis Shkëmbi, i cili ishte palë e një procesi gjyqësor në ngarkim të gjyqtarit Astrid Kalaja. Një koment i parë, zotin Ndoka, është qartësi një sulm ndaj drejtësisë. Së parit, ngushëllimi familjes të Astrid Kalas është me të vërtetë një humbje tragjike, mund të them. Nuk kishte ndodhur me parë një akt i tillë makabër në zyrët e sistemit të drejtësisë, por unë do të gjykoj që kjo është më tepër një problem që vjen nga politika për hir realitetit, për faktin që mbi ngarkesat mbi sistemin e drejtësisë janë aq shumë të mëdha për çështje pronësie, ku politika i ka lënë në mëshirë të fatit, pa ligje, pa venime të Këshillit Ministrave, pa udhëzime se si operohet në tilla raste, dhe kjo pa diskutim që krijon konflikte jashtëzakonisht të mëdha, që palët i detyron që ta zgjidhin me veçgjithësi duke vendor edhe mbi drejtësinë. Pra, kjo është një kauzë jashtëzakonisht i madh që për 30 vite në një farë mënyrë politika dështoi mbi pronësinë, madje gjitha partitë politike janë përgjegjëse në këtë rrëmuj të madhe mbi pronën. Sparit për pronart ka qenë një kosto jashtëzakonisht e madhe, por edhe për vetë sistemin e drejtësisë duke u përballë me çdo cep që politika e kishte lënë të lirë. Është e pafalshme për kryeministin Rama që prej 12 viteve, i cili ka premtuar që problemet e pronave do të marrin fund që në mandatin e parë të tij, jemi në mandatin e 4 dhe sot shohim humbje jetë dhe gjakderdhje në sistemin e drejtësisë. Ka premtuar për një drejtësi, në fundit drejtësia është kjo, ajo që kërkojmë, jo show i spagu. Drejtësia është për qytetarët dhe për fatin e keq politika i ka dhënë një goditje edhe sistemin e drejtësisë, duke e centralizuar atë në mënyrë çfarë qytetarët i detyron që të kalojnë në vetgjithësi, për faktin që nuk e kanë marrë drejtësinë nga ky sistem, i cili është bërë tërkus. Janë disa e dim reformën që kanë ndodhur, që janë larguar dhe përqendruar edhe disa gjykata që ishin funksionale në shërbim të qytetarëve. Pra, kjo është drama që vjen nga politika për hir të realitetit, do ta themi edhe këtë. Ka patur raste, zotin Ndoka, të paktën përgjatë kohëve të fundit, ku ka patur goditje ndaj drejtësisë, më konkretisht goditje për shkak të detyrës avokatëve mbrojtës të çështjeve të ndryshme penale, të prokurorëve, të gjyqtarëve, por kur të vrasjes një të tillë në ambientin e punës. A është kjo një këmban alarmi që edhe vetë drejtësia, vetë këto organet të cilat duhet t'i japin drejtësi dhe të zgjidhin problematika janë duke përballur me problematika dhe ngjarje të cilat mund të çojnë deri në humbjen e jetës në detyrë? Pa diskutim që nuk mund të lehet jashtë fajt dhe jashtë vëmendjes të organet të drejtësisë, janë me mira dosje që presin gjykimin, që zvarriten në përzyre. Është një pjesë burokratike jo funksionale, ato punojnë pa staf, pa mjete pune, me një centralizim të tillë që politika jo ka vështirësuar akoma edhe më shumë
punën e tyre të përditshme. Pra, mund ta them me bindje se është një sistem në kaos. Kjo është drejtësia që kërkojnë qytetarët. Drejtësinë për drejtën e tyre, për pronën, për çështjet administrative, për përplasjet që kanë me pushtetin dhe për fatin e keq që ata nuk i kanë gjetur këtë drejtësi në shumicën e rasteve në këtë zyre. Dhe kjo krijon një precedent të rrezikshëm, do thoja, për faktin që nëse do të kemi një drejtësi funksionale, një drejtësi të panshëm, pa diskutim që edhe interesi i qytetarëve për ta mbështetur atë është i lartë. Por ne kemi të trashëguar një drejtësi problematike dhe në vend që ta reformonin, të jepshim mundësi akoma me shumë hapësira, jo vetëm në pavarësinë e tyre, por edhe në pjesën e infrastrukturës, ne kemi të kurrur atë akoma më shumë, kemi përjashtuar një numër të gjyqtarëve në shumicë të madhe me padrejt nga sistemi dhe kemi lënë një numër të vogël të cilën ballafaqohen me qindra dosje që kuptohet që edhe nëse ekziston dëshira, janë kufite pamundësisë për të dhënë drejtësi të saktë, për faktin që kanë një volum stërmadh pune që përballen në punën e tyre të përditshme. Zoti Ndoka, kjo është një nga ato ngjarje e cila mund të konsiderohej edhe një masakër për shkak të se çfarë ka ndodhur, pasi kanë mbetur të plagosur edhe 2 shtetës të tjerë, palë në procesin gjyqësor të autorit të dyshuar Elvis Shkëmbit, 2 të plagosur fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën, por ajo e cila ka një rëndësi shumë të madhe në këtë çështje është futja e një arme zjarri në brendësi të këtyre ambienteve, të cilat konsiderohen ambiente me siguri tepër të lartë. Patjetër që fjalën e fundit do ta thonë autoritetet dhe organet të cilat do të merren me hetimin, por dua ta diskutojmë pak së bashku edhe këtë çështje. Mendon që ashtu si në radhët e policisë ka persona të infiltruar, mund ta quajmë kështu, edhe brenda këtyre ambienteve të institucioneve gjyqësore? Po diskutojmë që edhe ky është një problem në vete, për faktin që gjykata është një institucion i rëndësishëm të veçantë, pra ka një rujtje, ka një kontroll të çdo personi që futen. Kontrollet të tilla janë edhe nëpër institucionet tjera të dorës dytë, por gjithmonë ka një mënyrë. Pra, në momentin e masave është pa diskutueshme, pa tolerueshme, mund të them, për faktin që shpesh ngjarje ndodhin edhe nga gjaktësia, nga përplasjet e momentit, dhe nëse do të kishte një siguri maksimale, kjo ngjarje nuk do të ishte. Është tjetër një krim i cili bëhet me gjaktësi në rrugë, apo kur autorët kërkojnë kohën e tyre, është tjetër kur ajo bëhet në zyre, kur përplasja ka qenë evidente, gjaktësia ka qenë e momentit, dhe janë momente kushdo prej qytetarëve që mendon që ka marrë një padrejtësi e humb gjykimin. Kështu që në këtë rast unë them që përgjegjësia është maksimale e sigurisë së këtij institucionit. Është e patolerueshme që një njeri aty të futet me armë. Është pa konceptueshme. Aty kontrollohen edhe deputetët që janë me imunitet, kur futen në institucione të tilla, nuk mund t'i shmangën edhe kontrollit fizik. Jo persona të tjerë të cilët futen si palë në një hetim që do të ketë një kontroll rigoroz të tyre, një kontroll nëpërmjet kamerave, shmangje në kontakteve në zyrë. Pra, janë shumë elemente ku siguria aty ka rënë në një farë mënyrë dhe përgjegjësia është shumë e madhe. Se ja, e tillë për shembull, ky është një krim që mund të ishte tejkaluar dhe anashkaluar nëse personat
ishin nështruar një kontrollit të imësishëm dhe një survijimi për faktin që dihen ata kur ka konflikte, kur ka palë, ka sinjalizime, ka të dhëna. Kjo është një punë e dobët edhe policisë, që policia në fundit do t'i parandalojnë to, do të ketë informatorët e vetë, do të ketë inspektorët e policisë, të cilët do t'i njekon, do t'i lajmërojnë, se nuk janë rastet të shputuna. Gjithmonë kur ka një konflikt zyrtar, ka një dramë në mes dhe roli i policisë kjo është sparit t'i parandalojnë dhe jo të shkojnë në vendngjarje mbasi krimi ka ndodhur. Po nëse arma e zjarrit, zotin Doka, është marrë në brendësi të ambienteve të gjykatës të këtij institucioni, do të thotë kjo një tjetër kthes e kësaj ngjarje? Pa diskutim që hetimet do të nxjerrin se kjo është e lehtë për faktin që është një institucion që survejohet me kamera, është gjithë forma, nuk është problemi se si futet, do ta parandalosh me gjitha mënyrat, që ajo mund të futet edhe, por aty kontrollohen edhe të gjithë personat që punojnë aty. Pra, kushdo që futet në atë institucion ka një filtr kontrollit fizik për armë dhe për çdo mjet tjetër të ftoftë. Kështu që kjo është e pafalshme, që pa diskutim që aty është gjetë një mënyrë që mund të jetë mes personelit që ka pas një lloj bashkëpunimit, apo është korruptuar personi që është për kontrollin e tyre. Pra, në fundit ajo çfarë ka ndodhur do të na japin një alarm të fortë, paktën ngjarje brenda institucioneve mund të parandalohen. Dhe ky ishte një rast vërtet për të na vënë në një alarm, mund të them, institucional për mbrojtjen e zyrtarëve shtetëror. Çfarë na sjell në vëmendje pikërisht kjo ngjarje, zotin Doka, qoftë përgjegjësi institucionale apo qoftë edhe përgjegjësi morale? Pse jo? S'pajet është përgjegjësia institucionale, se tu moral s'ka njëri tash, pjesa moralit është kohë që ta kërkojmë, për faktin që ne kemi pritur një reformim të sistemit në detaje, dhe kjo nuk ka ndodhur për fatin e keq, për faktin që ne shohim sistemin e drejtësisë vetëm me spagun. Nuk është spagu sistemi i drejtësisë. Sistemi i drejtësisë është një institucion afatshkurt, i cili u ngrit për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar në nivelet larta të politikës. Dhe për fatin e keq ne kemi fokusuar gjithë drejtësinë, apo e kemi lidhur, apo i kemi dhënë thyrën e spagut. Një kohë që drejtësia ka disa shkallë ku qytetarët përballen me të, jo vetëm që përballen, po në shumicën e rasteve nuk marrin në drejtësi, ju zvarritin dosjet, përballen me një burokraci vrastare ku sot për të marrur drejtën tënde më kalosh edhe 3-4 vite apo më tepër duke pritur rrallën e gjykimit, do të paguash për ta përshpejtuar atë, do të paguash për ta marrë drejtësinë nga ky sistem. Skema e avokatëve ka qenë problematike dhe korruptive në shumicën e rasteve nëpërmjet gjyqtarëve. Pra, kemi pasur probleme jashtëzakonisht të mëdha. Dhe për fatin e keq, as vetë sistemi nuk është korrigju apo vetë korrigju, dhe as politika nuk ka pas një vëmendje të madhe. Përkundërzi, kjo qeveri ka punuar në drejtimin e kundërt, pra i ka hedhë disa gjykata me ashtu quajturin reform, duke e larguar shërbimet akoma më tej qytetarëve, duke ju vendosur barriera, duke ju vendosur pengesa në kufite pamundësive që ato ta ndjekun të drejtën e tyre brenda këtij sistemit. Dhe kjo është pjesa ligjore, pjesa institucionale, pjesa politike dhe pjesa krejtë pa moralshme
e këtyre drejtuesve, të cilët vazhdojnë të srollasin, të terrorizojnë qytetarët e tyre duke Se mos i dhënë reforma në drejtësi. drejtësi trumbetohet kaq shumë, zotin Doka, ndërkaq që kemi një kthim përmbys të historisë dhe lëvdatave të reformës në drejtësi. Për fatin e keq, është një abuzim shumë i madh, është një demagogji e madhe që përdoret, pra politika është fokusuar thjesht të spaku, të lufta politike, është kthyer më tepër si një luftë mes palëve dhe drejtësinë to lidhin thjesht me spakun. Dhe kanë harruar se drejtësia për qytetarët është shumë e gjerë, shumë e rëndësishme se sa spaku. Dhe këtu as nuk flitet për te, për fatin e keq, as nuk veprohet për xhelosuar barrën qytetarëve që ato enden çdo ditë. Sot një qytetar i thjesht nuk mund të marrë drejtësi nga ky sistem, nuk mund të marrë drejtësi nga ky shtet. Edhe ky është problemi më i madh që do ta shqetësojnë politikën me detaje. Pra gjithë dim se sot nëpër arkivat e gjykatave në Republikën e Shqipërisë ka me qindra dosje të cilat nuk gjykohen, të cilat zvarriten nëpër arkiva, të cilat nuk futen në radhë për të marrë drejtësinë, dhe ky ka qenë një problem i përsëritur, i vazhdueshëm, i shqetësimi ngritur shpeshherë edhe nga politika, për ju realitetit do ta them këtë, por nuk ka pas një vëmendje nga kryeministri, nuk ka pas një vëmendje të veçantë nga parlamenti, dhe ajo që është më e rëndësishme edhe nga vetë institucionet e drejtësisë. Pra këto kanë pranuar një reformë e cila i kanë dëshkuar vetë ato, duke e decentralizuar, duke hedhur shumë gjykata nga qendrat e qyteteve, dhe këte kanë parë me një lloj trumbetimit, me një lloj krenarie, duke na shitur si reformë, një kohë që kjo është anti-reformë. Dhe kjo ka krijuar një kosto jashtëzakonisht madhe. Pastaj janë përjashtuar nga sistemi me dhjetra gjyqtar me integritet profesional thjesht për gjoti historikash politike apo deri tek origjina e tyre. Edhe këto kanë ndodhur brenda kësaj sistemit të drejtësisë, një kohë që kanë kaluar gjyqtar me mjaft probleme shumë të mëdha. Pra është operuar me një standard të dyfisht, dhe kjo krijon dramën e vetë edhe brenda këtij sistemit. Pra kjo është problemi që realisht ka krijuar një kosto shumë madhe, ka krijuar një barrierë tek qytetarët. Sot nuk mund të gjesh një qytetar në Republikën e Shqipërisë që del i kënaqur nga sistemi jonë i drejtësisë. Pra as nga ky i reformuar, as përpara ti. Dhe kjo besoj që është një problem alarmant, është një këmbana dhe kjo që bie. Nuk e di, a e din kryeministri që ka qytetarë që presin prej 3-4 viteve drejtësi? Besoj që po, se janë me dhjetra që i dërgojnë në SMS. Por kjo nuk e shqetëson kryeministrin. Kryeministri shqetësimi i tij është që të kontrollojnë spakun, që të godasin nëpërmjet regjistri kundërshtar politik brenda llojit apo ato që i ka përballë. Kjo është ajo që njësia matëse që ka për drejtësinë. Një kohë që drejtësia është një gëmëxher që sparit ka qytetarin si bazament. Kjo është kryesorja, që çdo qytetar, çdo nënpunës i administratës. Kemi me 10 raste që nënpunës të administratës shtetërore janë larguar me padrejt nga puna, për bindjet e tyre, për tekat e titullarëve, për reformat pa qenda, dhe pa diskutim që kanë me vite që srollaten sa një gjykat në tjetër pa e marrë të drejtën e tyre e cila ju takon. Kjo është gropa më e madhe e sistemit të drejtësisë. Dhe askush nuk jep përgjigje, askush nuk shqetësohet. Pra politika thotë është drejtësia pavarur, drejtësia thotë nuk kemi kushtet, nuk kemi infrastrukturën që të punojmë në mënyrë të qetë dhe të pavarur.
Dhe kjo është një problem shumë i Është një sfidë e madh. madhe, zotin Doka, për hir të së vërtetës, ndërkaq duke patur parasysh të gjitha ndryshimet në këtë drejtësi, duhet të risjellë sërish në vëmendje edhe ndryshimet në kabinetin qeveritar me ministrin e ri të drejtësisë Besport Lamallarin, një figurë e re në politikë dhe në qeverisje. Mendoni se do të ndryshoj diçka kjo figurë me njerë pas paraardhës si të tij Ulsi Manjes? Thëmë drejtën kjo figurë në dohen edhe kohë mi mëso emrin, që as nuk e njohim. Pra imagjinoje që çfarë rëndësie ka sistemi i drejtësisë, një njeri që nuk është publik, nuk e njeh një njeri që ka dhënë një kontribut të qëndësishëm për publikun, kapitullohet në një post publik, pra duke drejtuar Ministrinë e Drejtësisë, madje edhe ai vetë surprizohet, që kuptohet që ishte diku në periferi, në detyrën e tij, dhe pa pritur, pa kujtu. Pra, ne kemi një kryeministër që edhe antarët e kabinetit të tij është minimalja që një kryeministër i përgjithshëm dëgjojnë personazhin që ka eksperiencën më të madhe, që ka njohje për sistemin, që ka angazhim, që ka kauza të ngritura në interes të publikut. Një njeri që është i njohur në pjesën e sistemit të drejtësisë. Dhe ajo si është kryesorja, kryeministri do ta pyesin se cilat janë pikpamjet e tij për sistemin, se si ai mendon reformimin dhe drejtimin e këtij sistemi, dhe kur të bindet që ka përballë një njeri që jo vetëm e njeh sistemin shumë mirë, por ka angazhime për ta përmirësuar atë, atëherë ai do të bëjnë një propozim dhe do ta kalojnë për miratim në parlament dhe tek presidenti Rubliks. Pra kur ketë një bindje të sigurt që ka personin e duhur për këtë vend. E kuptoni se çfarë kryeministët kemi ne, që kandidatën për Bashkinë e Tiranës e cakton pa pyetur fare, që ministrin e drejtësisë gati sa nuk i rat fikt kur e gjej emrin e tij se është ministër drejtësie. Pra, si mund presim nga këto institucione apo nga këto personazhe që do t'i shërbejnë qytetarëve? Jo, në mënyrë absolute këto do t'i shërbejnë patrinës së tyre politik, i cili ju ka dhënë një mundësi, shpeshherë edhe të pameritume, dhe kjo krijon një kosto shumë të madh për shërbimet e qytetarëve, krijon një shqetësim shumë madh në fundit edhe për garancinë që qytetarët nuk e kanë tek këto institucione, tek emrat e tyre, dhe ky është një problem jashtëzakonisht i madh për formën, për mënyrën se si operon ky kryeministër. E kupton se sa rëndësishme do të ishte se sot kemi një ministër drejtësie me peshë që e kupton se ku çalon sistemi i drejtësisë, që merret me problematikën që kanë qytetarët, me konfliktet që kanë qytetarët, që paraqit akte ligjore, nënligjore dhe projektvenime në qeveri për të lësuar punën e tyre, jo vetëm administrative, por edhe me çështjet e pronës. Pra politika i lënë qytetarët të kacafyton njëri me tjetrin, edhe nëse do të kemi një drejtësi të kulluar shumë e vështirë, që drejtësia të japin zgjidhje e konflikteve 50 vjeçare në Shqipëri. Por janë ligjet ato që i sankcionojnë qartasi, drejt, dhe do të jetë një numër shumë i vogël që do përballet me sistemin e drejtësisë. Dhe jo çdo problem që ka sot me pronën të përballet tek një sistem i cili nuk ka infrastrukturën minimale për të përballë kërkesave, me qindra kërkesa që vëshojnë në zyret e tyre. Nuk kanë ekspert. Nuk është e lehtë të gjykosh një përplasje pronash, kur nuk ke dokumentacion, kur nuk ke hipoteka, kur ke drejtues shtetit që i falsifikojnë ato, që i manipulojnë ato. Dhe kostoja në fund është tek një gjyqtar i ndershëm i cili dhe është një kosto shumë e madhe. Po pa diskutim që po, pra një gjyqtar që rrezikoi edhe jetën, la jetën në krye detyrës, një kohë që shteti i tij as nuk e ka mbrojt, as nuk i ka krijuar mundësinë që ai të ketë një gjykim të paanshëm, që s'ka ekspert fare
që i ka të domosdoshëm në një gjykim të tillë, për faktin që duhet një armat shumë e madhe për të dhënë drejtsinë e saktë dhe të panshme. Dhe jo një gjyqtar i cili mund të ketë 50 gjyqje në ditë. Kjo është në kufit e pamundësisë, jo vetëm profesionale, por edhe njerëzore. Qartë. Zotin Doka, faleminderit shumë që ishe sot në Fox News. Si gjithmonë, kënaqësi. Faleminderit ju. Ne do të shkëputemi për pak minuta publicitet.